Parku fotovoltaik i Karavastas, i ndërtuar nga kompania franceze Voltalia, u përurua të njëjtën. Ndërtimi i tij nisi në vitin 2022 me kapacitet 140 MW dhe me investim 145 milion euro. Parku më i madh fotovoltaik në Ballkan, me çmimin nën 25 euro për megawatt-orë, prodhon sot rreth 10% të energjisë së prodhuar në vend nga parqet fotovoltaike dhe synimi i socialistëve është që brenda 2030-s të arrijë në 30%. Parku do të ndihmojë në sigurimin e energjisë së vendit, pavarësisht rreshjeve, pasi ky vit parashikohet të jetë i nxehtë dhe i thatë. Në fjalën e tij, ministri i deleguar i Francës për çështjet evropiane, Benjamin Haddad, tha se është shumë e rëndësishme prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme, si parku i Karavastas, që është edhe prodhimi i dytë më i rëndësishëm i energjisë diellore në vend. Ky projekt strategjik mishëron plotësisht atë çka mund të bëjmë ne kur bashkojmë forcat tona për të përshpejtuar pavarësinë energjetike, luftën kundër ndryshimit klimatik dhe tranzicionin e vendit nga një status importuesi në një status eksportuesi të energjisë diellore në centralet evropiane. Fal besimit reciprok dhe punës bashkëpunuese tepër të lartë mes Voltalias, qeverisë shqiptare dhe shoqëritë Kesh dhe shoqërive shpërndarëse Oshe dhe Oste, Berzhit. Ekaterina Solovova, përfaqësuese e Berzh, që është njëri nga financuesit e parkut të Karavastas, tha se Berzh do të ndihmojë vendin me projekte të tjera. Tek Shqipëria vijon drejt punën e vet drejt një sistemi të rezistent të energjisë. Berzhi është i gatshëm të mbështetë vendin përmes ankandeve të reja, përmes investimeve të reja dhe jemi partner i angazhuar i vendit. Do ta mbyll duke falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë kontribut që ky moment ishte i mundshëm. Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ekipin donatorët tanë Sekon që kanë mbështetur këtë asistencë të rëndësishme politikash dhe vjojnë ta mbështesin partnerët tanë bashkëfinancues dhe patjetër Voltalian dhe ekipin e tyre dhe çdo individ që ka punuar fort në vitet e shkuara pas kuintave për këtë projekt. Kishim një mision. Jo vetëm që të ndërtonim në Shqipëri një sektor energjetik modern, një sektor energjetik që do t'i përgjigjet të ardhmes, por nga ana tjetër të ndërtonim besimin që investitorët e huaj të vinin në këtë vend dhe të investonin pas një frikë. Megjithatë, që të ndodhte kjo, ne kishim nevojë për partner. Kishim nevojë për partner të guximshëm, të cilët do t'i blesonin fjalëve tona dhe më pas do ktheheshin në shembullin më të mirë për t'u ndjekur. Ajo që këtu duhet thënë është që Voltalia për ne është një shembull që sot e themi në çdo tryezë ku ulemi me investitorët e huaj dhe unë përdor një fjali që them, shikoni Voltalia. Voltalia erdhi në Shqipëri, jo vetëm që investoi në parkun e Karavastas, po sot është duke ngritur dhe ndërtuar një park të ri, parkun e Spitallës. Dhe nëse Voltalia, kompania franceze e ekselencës, vendosi që të vi dhe të investojë në Shqipëri, patjetër që ju duhet bëni të njëjtën gjë.